Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjetë zgjidhja 5 ushqime që kurojnë problemet me mushkrit. A mund të ndikojë keq ushqyerja në astmë? Edhe pse shkencëtarët nuk kanë dalë akoma në një përfundim, ka disa të dhëna që tregojnë se është e mundur. Nuk ka realisht një dietë që do të eliminojë apo kurojë astmën. Megjithatë, ka disa ushqime të caktuara që mund t'ju ndihmojnë të mbani nën kontroll gjendjen. Këto ushqime, sipas ekspertëve, ndihmojnë në pastrimin e mushkrive dhe parandalojnë zhvillimin e një sër sëmundjesh të lidhura me frymëmarrjen. E para që ju duhet të konsumoni është molla. Një tjetër arsye pse duhet i përfshini mollët në listën e ushqimeve që duhet të konsumoni çdo ditë. Një studim britanik ka zbuluar se pasi u përjashtuan faktorët e tjerë, njerëzit raportuan se konsumonin 2 deri në 5 mollë në javë dhe ishin 32% më pak të rrezikuar nga astma se ata që hanin më pak. Autorët e këtij studimi thonë se përgjegjëse mund të jenë përbërësit e njohur si flavonoid. Kelin është për shembull një nga flavonoidët që thuhet se ndihmon në zgjerimin e rrugëve të frymëmarrjes. Piepri. Vitamina C është një antioksidues i fuqishëm që mund të parandalojë problemet e mushkrive duke luftuar radikalet e lira. Një studim i kryer tek fëmijët parashkollor në Japoni zbuloi se fëmijët që merrnin doza të larta të vitaminës C mund të gjenden në shumë fruta dhe perime. Megjithatë, përmbajtjen më të lartë e kanë qitrot, si portokalli, grapefruit, kiwi, brokoli, lakrat e Brukselit dhe po ashtu domatet. Duhet të shtoni në dietën tuaj dhe karrotat. Karrotat njihen për përmbajtjen e lartë në beta-karoten, një tjetër antioksidues i rëndësishëm për organizmin. Studime të ndryshme kanë treguar se beta-karoten që konvertohet në vitaminë A në trup mundet të ulë rrezikun e përkeqësimit të astmës nga stërvitja. Ky pigment është gjithashtu i mirë për të mbrojtur sytë dhe sistemin imunitar, madje mund të ndihmojë edhe me sëmundjet e zemrës dhe Alzheimerin. Beta-karotenin mund ta merrni edhe nga ushqime të tjera që kanë ngjyrë portokalli, si kajsit, patatet e ëmbla apo specat e verdhë. Kafe. Duket sikur çdo javë del një studim që tregon për përfitimet e kafes dhe një tjetër përfitim e saj lidhet me astmën. Një analizë e 6 studimeve të para të publikuara ka zbuluar se kafja mundet të përmirësojë funksionin e rrugëve të frymëmarrjes për më shumë se 4 orë pas konsumimit të saj. Hudra. Hudra ka veti antiinflamatore, që në lashtësi hudra ka kryesuar listën e një kure natyrale nga një sër sëmundjesh, duke filluar nga hemoroidet deri tek infeksionet virale. Kjo erëz përmban alicin, një antioksidues shumë i fuqishëm. Një studim i vitit 2009 ka zbuluar se alicin prodhon një acid që shkatëron radikalet e lira. Ndihmon me astmën, ekspertët thonë se vërtet ajo mundet. Përzini uthullmolle dhe mjalt. Kjo është receta që pastron mushkrit nga sekrecionet. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkri, si pasojë e të ftohurës ose gripit, mundet që të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje dhe probleme me gjumin. Bllokimi i cili shkaktohet në krahëror shoqërohet edhe me një koll tepër të fortë nëpërmjet së cilës mushkrit përpiqen që të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetmit që shkaktojnë bllokim të krahërorit nga sekrecionet apo siç njihet gëlbaza. Gjithashtu, një gjë e tillë mundet që të ndodhë edhe si pasojë e bronchitit, fibrozës cistike, astmës dhe alergjive. Ju mundet t'u vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supa, çajra bimor e të tjerë. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem veçohet mjalti, i cili është efikas në pastrimin e mushkrive. Sipas informacioneve,
Ato janë shumë efikas për pastrimin e mushkrive dhe një i rritur mundet që të konsumoj një lugë gjelle me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqime të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkrive nga sekrecionet. Përbërësit janë gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur, çerek filxhani çaj me uthull molle të pafiltruar, 3 lugë gjelle me mjaltë, çerek filxhani çaj me lëng të freskët të limoni. Përgatitja: zieni së bashku uthullën dhe lëngun e limonit. Sapo të marval, hiqeni atë nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe gjithashtu specin djegës. Përzini ato së bashku derisa ju të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniforme të cilën mundet që ta hidhni në një shishe qelçi. Ne ju rekomandojmë që të konsumoni një lugë gjelle 2 deri në 3 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit që kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkrive nga sekrecionet e trasha rekomandohen që të përdorin 2 jastëk. Koka duhet mbajtur ngritur në mënyrë që të pengojë kollën dhe problemet me frymëmarrjen. Ju duhet të shkoni tek mjeku nëse sekrecionet të zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile apo të verdhë. Nuk ka rëndësi nëse pini duhan apo jo. Mushkrit kanë nevojë që të pastrohen rregullisht pasi gazrat dhe tymrat e dorës së dytë si ato industriale apo të automjeteve mund t'i shkaktojnë dëmtime të pariparueshme mushkrive. Për gjatë kohës toksinat nga myku dhe bakteriet mundin të dëmtojnë shëndetin e mushkrive, madje mund të çojnë edhe në dëmtime fatale. Sidoqoftë për të përgatitur trupin për këtë çelmim të shkurtër, është e rëndësishme që të mos konsumoni produkte të baxhos 2 ditë para se të filloni këtë proces. Një ditë para këtij purifikimi është mirë që të konsumoni një filxhan çaj jeshil në darkë, përpara se të bini në gjumë. Sapo ju të jeni gati, ndiqni këto hapa. Në një gotë me 300 ml ujë hidhni një çerek gote lëng limoni, 2 limon normal dhe pijeni përpara se të konsumoni në mëngjes. Ndërsa jeni duke konsumuar mëngjesin, pini 300 ml lëng ananasi apo rrushi. Këto lëngje përmbajnë antioksidant natyral, të cilët ndihmojnë në sistemin e respirator dhe pastrojnë mushkrit. Për të alkalizuar trupin për këtë detoksifikim, ju duhet që të konsumoni të paktën 300 ml lëng karrote midis mëngjesit dhe drekës. Gjatë drekës ju duhet që të konsumoni 400 ml lëng të pasur me potasium si për shembull panxar, portokall, banane, domate, majdanoz, fik e të tjerë. Pasdite përpara se të bini në gjumë konsumoni 400 ml lëng boronice për të luftuar infeksionet të shkaktuara nga bakteriet në mushkri. Bëni një banjë të ngrohtë për rreth 20 minuta për të eliminuar toksinat përmes lëkurës. Nëse mundeni, mund t'i hidhni disa pika vaj eukalipт, ujë të ngrohtë dhe të thithni avullin për të pastruar mushkrit. Përbërësit që gjenden te eukalipti ndihmojnë në qetësimin e fytit në kongestion dhe në problemet e sinusit. Praktikoni frymëmarrjen e thellë për rreth gjysmë ore në ditë për të sheshuar papastërtitë nga mushkrit. Pas 3 ditësh mushkrit tuaja do të jenë në gjendje shumë të mirë. Ku mund të filloni të konsumoni sërish produkte të baxhos. Pas 3 ditëve të çelmimit duhet të mësoni të qëndroni të hidratuar dhe aktiv. Duhet ta bëni stil jetese që të konsumoni në mënyrë të balancuar një dietë me produkte të ndryshme. Rigoni është i pasur me qetësues histamin që ndihmojnë në qetësimin e rrjedhjes së ajrit nga hunda duke përmirësuar kështu traktin respirator. Mirëpo duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!